Fakulteti Filologjik I Universitetit të Tetovës shënoi 22 nëntorin ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Profesoresha e gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe njëra ndër organizatoret, Albulena Dehari, foli për rëndësinë e kësaj dite dhe kujtesën për ta shënuar ditën e alfabetit shqip. Ne sot jemi mbledhur këtu për të shënuar 22 nëntorin, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Pra si katedër e gjuhës dhe letërsisë shqipe e kemi për obligim dhe duhet në fakt ta lëmë edhe trashëgimi tek të tjerë që gjithmonë të mblidhemi dhe të shënojmë këtë datë të rëndësishme, për arsye se në këtë ditë të gjithë delegatët që u mblodhen asaj kohe vendosën pra që gjuha të ketë një unifikim të saj dhe të jemi pra të gjithë të bashkuar dhe gjithmonë duhet ta festojmë, duhet të mblidhemi, të flasim për gjuhën dhe mos e lëmë anash atë. Dehari theksi nevurje dhe tek drejtshkrimi I gjuhës shqipe sot dhe gabimet më të shpeshta që hasen kur shkruajmë. Realisht drejtshkrimi I gjuhës shqipe shkruhet, nuk është që nuk shkruhet, por puna e digitalizimit e ka bërë të veten dhe shpesh herë përvidhen pjesëza, përvidhen ojat fundore si zakonisht dhe bëhen ato lëshimet në gjuhë, por ne duhet jemi shumë këmbgulës që mos lejojmë që lëshimet e tilla të ndodhin në gjuhë, për arsye se vetëm sa e prishim gjuhën. Kongresi I Manastirit ose Kongresi I Alfabetit ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14 nëntor, 22 nëntor 1908 për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Përpara kongresit, gjuha shqipe përfaqësohej prej 6 ose më shumë alfabetesh pa llogaritur nën variantet.